الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet, salavatet dhe selamet ja përcjellin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut subhanahu wa taala në këtë hutbë do të flasim për vlerën dhe rëndësinë e ditës së Ashurës. Jemi në muajin Muharram, prej shtunës kemi hi në vitin e ri islamik. Dhe si te kalendari diellor me janarin fillon viti, në kalendarin islamik me muajin Muharram fillon viti i ri islamik. Të nderuar besimtarë, në këtë muaj, apo më saktësisht në ditën e 10 të Muharramit, pra i bje, dita e hanë, kjo e hanë që vjen 5 dhjetor, dita e Ashurave në arabisht, terminologjinë arabe, quhet Ashura, që në përkthim do me thonë dita e 10. Pra Ashura do me thonë 10-shi, dita e 10. Çka janë Ashuret? Kur datojnë? Çka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam për Ashura? Me lejen e Allahut Azza wa Jall do të shkputemi disa fakte dhe disa argumente në dritën e Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtarë, Allahu subhanahu wa ta'ala i dalloi disa vende prej disave tjera. Allahu Azza wa Jall i dalloi disa dita prej disa ditëve tjera, disa net prej disa netve tjera. Po ashtu Allahu Azza wa Jall i dalloi disa dita me agjerim obligativ që është muaji Ramazan. Po pas muajit Ramazan pejgamberi alayhi salatu wassalam na këshilloi me disa dita agjerimi që nuk janë detyrueshme obligative, por janë agjerim vullnetar, nëse i bojnë, agjerojnë, fitojmë shpërblime shumë të mëdha te Allahu. Nëse jo nuk kemi gjunahe. Për këtyre ditave është me agjeru të hanë dhe të ejtë. Me agjeru ditët disa ditë Dhul-Hijjes, me agjeru ditën e Arafatit, por e vleshme dhe rëndësishme është që me u agjeru edhe disa dita në muajin Muharram, më saktësisht ditën e 10 të Ashureve, pra agjerimi ditën e hanë. Dita Ashureve bën një muaj shenjt, që është muaji Muharram. Shejtrimi i këtij muaji është me argument me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, ku Allahu i lartësuar Kur'an thot: "Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard." Pa dyshim që te Allahu numri i muajve është 12. Prej që kur Allahu Azza wa Jall i ka kriju qiejt dhe tokën, Allahu i ka nda muajt në 12. Prej tyre janë 4 të shenjt, dhalike dinul qayyim, kjo është fe e drejtë. Pra, prej muajt shenjt janë 4, prej muajve të shenjt, prej tyre 4 është muaji Muharram, që gjindemi në këtë muaj. Dhe në muajin Muharram është Ashura,
dita e 10, pra dita e Ashurave, që është e vlefshme dhe e rëndësishme agjerimi i kësaj diteje. Të nderuar vëllezër besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast është pyet, e kanë vetë sahabët. Pyetja ka qenë: o i dërguari i Allahut, cili namaz është më me vlerë pas namazeve obligative? Pas namazeve detyrueshme, 5 kohët e namazit. Namazet e detyrueshme obligative janë sabahi, dreka, iqindi, akshami, yatsia. Patjetër këto duhet me i falë se Allahu lyp prej neve. Sahabët e pejgamberit alayhis salatu vesselam kanë qenë praktikues namazhi, falës namazit, dhe janë interesu për veprime dhe punë tjera shtesë, dhe i kanë thonë: o i dërguari i Allahut, pas namazeve obligative detyrueshme, sabahit, drekës, iqindis, akşamit, yatsis, cili namaz është më i vlefshëm? Pejgamberi alayhis salatu vesselam u përgjigj dhe tha: namazi i natës. Jenë shpejt, mesnat, kohën e syfyrit, kur qertë flej, ti ngritesh dhe i falë 2 rekate, 4, 6, 8 maksimumi. Dhe i lutesh Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salatu vesselam tha: pas namazeve farze, namazi i natës është një namaz prej namazeve më të vlefshme. Të nderuar vëllezër besimtar, njeriu kur e fal këtë namazin e natës vetë shpejt, e ndin knatësinë, e ndin që këtë dynjaja është e tij. Se njeriu nuk është i pasur nëse ka pare. Njeriu është i pasur kur ai shpirtnisht është i pasur. Njeriu është i pasur kur zemra e tij është e mbushur me iman, me mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala, me porulsi, me sinqeritet, me takvallëk, me tevekkul, mbështetje për nimen e Allahut azza wa jall. Kur ai ka sinqeritet në zemër, kur ai ka porulsi, kur ai ka takvallëk, pa dyshim që kjo është pasunia më e madhe. Të nderuar vëllezër besimtar, fjala është po e shpusim një hadith pejgamberit alayhis salatu vesselam për sunnetin e sabahit, jo farzin, jo. Sunnetin e sabahit, 2 rekat sunnet. Pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thonë: këto 2 rekat e sunnetit sabahit janë më të vlefshme dhe më të rëndësishme se sa dynjaja dhe çka ka këtë në dynja. Të nderuar vëllezër besimtar, pasi që sahabët e morën përgjigjen nga Resulullah se mas namazit farz është namazi i natës vullnetar, pyetja radhës: o i dërguari i Allahut, cili nim agjerim është më i miri pas muajit Ramazan? Pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thonë: agjerimi në muajin e Allahut, agjerimi në muajin e Allahut që është muaji Muharrem. Pra, të nderuar vëllezër besimtar, muaji Ramazan është quajtur muaji Ramazan, e ka obligueshmërinë, vlerën e tjerë. Muaji Muharrem që jemi në këtë muaj, Allahu pejgamberi alayhis salatu vesselam e ka quajtur muaji i Allahut. Pra agjerimi, ninimi, Ramazan me vonë këto dita, këtij muajit është shumë me vlerë dhe me rëndësi. Inshallah Allahu na i lehtëson dhe na i bën të mundur ta xhirojmë, të ninojmë këto dita apo disa dita të muajit Muharrem. Të nderuar vëllezër besimtar, sa për informacion me pas parasysh, muaji Muharrem apo muaji Muharrem Ashurat, para se me u bo obligim farz Ramazanit, ka qenë për muslimant fillimin e shpalljes pejgamberit alayhis salatu vesselam, fillimet e davetit, ka qenë obligative e detyrueshme. Pasi që është bo obligim Ramazani, Ashurat kanë mbet vullnetarisht me i ninu, pra besimtarët nuk kanë qenë mod detyrueshëm me ninu. Qetra është me rëndësi për neve, me ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, apo Ibn Abbasi tregon nga pejgamberi alayhis salatu vesselam, thotë: nuk di të ketë agjeru pejgamberi alayhis salatu vesselam do një ditë që shpresonte të ketë vlerën më shumë se sa ditët tjera. Aq ka vlerë dhe rëndësi dita Ashuras.
Hadithi tjetër I pejgamberit alayhi salatu vesselam, pejgamberi alayhi salatu vesselam për vlerën e Ashurës thot: kam shpresë se ai I cili e linon ditën e Ashurës I falen gjunat e vitit kalum. Allahu na fal gjithnjëherë. Pra të nderuar vëllezër besimtarë, të angazhohemi, të mundohemi që këtë ditë të agjërojmë, e si të agjërojmë këtë ditë do ta shpjegojmë me pak fjalë, po para kësaj historiku I Ashurës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e buni hijretin dhe shkoi në Medinë. Medinë ishin jahudit. Dhe kur një ditë prej ditëve e informuan pejgamberin alayhi salatu vesselam sahabët dhe I thanë: I dërguari I Allahut azza wa jall, jahudit po alinoj kanë sot këtë ditë. Pse? Thot në këtë ditë, pra dita Ashura është dita kur Musa alayhi salam ka shpëtu prej faraonit. Është dita kur Allahu azza wa jall e shpëtoi Musa alayhi salam prej faraonit. E pejgamberi alayhi salatu vesselam thot: atëherë ana ahqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyami. Resulullah I tha: jam më meritor se ju për Musa alayhi salam, dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam e agjëroi këtë ditë dhe urnoi me ninu këtë ditë. Tani dispozita dhe rregulla e si agjërohet kjo ditë të nderuar vëllezër besimtar, kur I than pejgamberit alayhi salatu vesselam se edhe jahudit po agjërojnë, pejgamberi alayhi salatu vesselam tha: inshallah në vitin e ardhshëm edhe do ta ninoj Tasua. Tasua është dita e 9, pra dita e 9, ditën e 9 dhe ditën e 10. Por pejgamberi alayhi salatu vesselam vitin e ardhshëm nuk patjetër vdiq dhe e la porosin dhe këshillën që dita Ashuras, që është dita e honë me uninu sevap shumë I madh. Allahu azza wa jall shpresoj që I fal gjunat e vitit kaluar. Dhe sipas haditheve kur ti grumbullojmë dhe mësojmë, është e pëlqyeshme do thotë mos mia përngjall atinve tjerëve me linu ditën e 9 dhe ditën e 10. Kemi një hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu vesselam ku ka thonë me linu një ditë përpara ose një ditë përmas. Pra I vjen tre mënyra, do thotë mënyrat se si me linu këtë ditë. Me linu ditën e hon, por ditës hon mia bashkangjit edhe ditën e diell përpara, ose nëse nuk e keni linu ditën e diell, e linon ditën e hon dhe ditën e martë. Po deshi dikush me I bashku 3 dita me I linu, nuk ka dert ose sevap dhe shpërblim. Pra me linu diellën, të honën dhe të martën. E lusë Allahu subhanahu wa ta'ala na boj prej atyre që I kemi marrë mësimet e Resulullahit me të vetmi qëllim me fitu sevape dhe shpërblime edhe në përget këtij agjërimi, pra agjërimi ditës Ashurës. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.